Shak më shumë. Nuk janë mungesat. Tani flasim qetëso. Jo nuk po flasim me kryetarin, qetëso. Atë S'para mbi të gjitha ky qëndrim. Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat prodhoi sot debate të forta mes deputetëve. Agron Shehaj kërkoi fjalën e tij në komision dhe kryetarja Milva Ekonomi ju kthye duke thënë se prioritet kanë anëtarët e përhershëm dhe më pas ata zvendësuesit. Nuk janë mungesat. Tani flasim qetëso. Jo nuk po flasim me kryetarin, qetëso. Shehaj u shpreh: "Më ndërpret fjalën. Ju mendoni se jemi në shkollë ose kopësht dhe thoni kush është ka ardhur më shumë do flas më shumë. Mos e bëni këtë komision me qesharak se ç'është." Ndërkohë Braçe ju kthye: "Nuk vjen dot këtu dhe të na ofendosh ne. E ke bërë 1 herë, 2 herë. Qetësohu ti, po flas me kryetarin", ja ktheu Shehaj. Braçe i tha: "Boll po të them, qepe po të them." Shihni pamjet nga debati për më tepër.